Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, i Zot Theofanoli ishte njeriu i duar. Ai ishte pajisur nga Perëndia me talente të jashtëzakonshme, një njohës i mirë i jetës kishtare dhe i doktrinës së saj, zotërues i shumë gjuhëve dhe ekspert i mirë i muzikës kishtare. Ai dha një kontribut të paçmuar për ndërgjegjësimin kombëtar dhe përgatitjen e autoqefalisë, si dhe të teksteve kishtare. Në një kohë rekord, i vetëm dhe në mungesë të një tradite të gjuhës kishtare, ai e pajisi kishën me librat kryesorë të adhurimit ortodoks. Shpirti i tij poetik dhe kultura e gjerë do t'i jepin përkthimeve të tij një fuqi dhe bukuri të papërsëritshme. Në fund të shekullit 20, kur kisha ortodokse, se të gjithë komunitetet tjera fetare të vendit, u gjet krejtësisht e rënuar dhe ringritja e saj duke një mision i pamundur. Por përsëri, Perëndia dërgoi një tjetër person të ndritur, të pajisur gjithashtu me talente të shumta, kryepiskopin Anastas. I cili e bëri të mundur rindërtimin e saj. Në vizionin e tij, ndërtesat nuk ishin një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të realizuar veprën shpëtimtare të kishës. Predikimi i tij publik dhe privat ka qenë gjithmonë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore, duke përhapur një frymë pajtimi dhe falje brenda kishës dhe më gjerë, frymë të cilën duhet ta ruajmë e ta vazhdojmë. Për të gjitha këto, mendoj se më e pakta që ne mund të bëjmë është t'u themi faleminderit e t'u jemi gjithmonë mirënjohës, sepse besimi i vërtet nuk ndahet ka falënderimi dhe mirënjohja. Asgjë nuk është më e pëlqyeshme te Perëndia se sa një shpirt mirënjohës dhe falënderues, shkruan Shën Johan Gojarti. Sa më shumë mirënjohje të kemi, aq më afër do të jetë Perëndia tek ne. Por falënderimi, ashtu si çdo ndjenjë e thellë, nuk mund të jetë vetëm ndjenjë, por është edhe veprim. Çdo të jap Zotit në këmbim të gjitha të mirave që më ka bërë, pyet veten psalmisti. Kjo pyetje na drejtohet edhe neve sot. Jam i vetëdijshëm për peshën e madhe mbi supet e mia të dobta. Vetëm shpresat e Perëndia, ai që i jep forcë lodhurit dhe rrit fuqinë të dobtit, na jep kuraj dhe fuqi për të vazhduar pa u lodhur. Përpjeket për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Çdo kohë ka pasur sfidat e saj. Shekullin në cilët jetojmë, me teknologjitë e reja, humbjen e vlerave tradicionale, pluralizmin kulturor dhe fetar, paraqet sfida të reja dhe të ndryshme për të gjithë komunitetin njerëzor në përgjithësi, dhe nga këto sfida, padyshim nuk mund përshtohet as dhe kisha jonë ortodokse. Ne na duhet që të përballemi me këto sfida, jo vetëm thjesht për të mbrojtur, po të gjejmë zgjedhje origjinale dhe krijuese si pjesë e përgjegjësisë sonë në këtë kohë. Ndonse kohërat dhe përgjigjet nuk mund të jenë gjithmonë të njëjta dhe metodat mund të jenë të ndryshme, por fryma që i përshkron ato duhet të mbetet gjithmonë e njëjtë, dashuria ndaj Perëndisë e ndaj gjithë njerëzve, kushdo qofshin ata. Përpjekjet dhe përqendrimi ynë duhet të jenë ruajtja dhe mbrojtja e traditës së shenjtë dhe besnikëria ndaj mësimeve të Zotit, të transmetuara nga apostujt deri në ditët tona. Forcimi i unitetit brenda kishës është një nevojë domosdoshme për të realizuar qëllimin e saj. Vetëm nëse jemi të bashkuar, kisha mund të forcohet, e dëshmia e saj për Krishtin tek bota do të jetë e besueshme. Prioriteti i kishës ka qenë gjithmonë ungjilli i mbretërisë së Perëndisë. Por ajo e kupton këtë ungjill të mbretërisë të rëndësishëm dhe në këtë jetë. Për kujdesja jonë duhet të jetë ndaj të gjithëve, sidomos ndaj atyre që janë të varfër, në nevojë, në sëmundje, në vetmi dhe të mënjanuar. Nëse nuk e gjen Krishtin tek lypsi në dyert e kishës, thot Shën Johan Gojarti, nuk do e gjesh dot në kupën e kungimit. Siç dihet dhe pranohet nga të gjithë, familja është qeliza fillestare e jetës shoqërore. Kisha ortodokse mëson se një familje e shëndetshme ndërtohet mbi shenjtërinë e martesës si një doktrinë themelore e padiskutueshme dhe e patjetërsueshme. Kur flitet për fenë në Shqipëri,
gjithmonë përmendet bashkëjetesa fetare, e cila është një thesar i madh i vendit tonë. Por si çdo gjë, ashtu edhe bashkëjetesa nuk është statike. Është detyra jonë sot dhe atyre që do të vinë që ta ruajmë e ta forcojmë vazhdimisht, sepse ashtu si çdo pasuri, ajo duhet mbrojtur, zhvilluar më tej për të mirën e të gjithëve. Duhet të inkurajojmë me dashuri dhe me urtësi, sidomos të rinjt, ta duan vendin e tyre e të mos e braktisin. Sakrificat për të tjerët kushtojnë, por ato do të sjellin gëzim dhe do të plotësojnë jetën e tyre, sepse një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Kisha ortodokse dhe Kefalja e Shqipërisë do të jetë gjithmonë miqësore e dëshiron të jetojë me paqe me të gjithë, duke ndjekur këshillën e vyer të Shën Pavlit. Nëse mundet, sa varet nga ju, të keni paqe me të gjithë njerëzit. Ajo do të përpiqet brenda mundësive të saj modeste, të nxjisë e të ketë një pjesëmarrje aktive, si në dialogun pan-ortodoks, ashtu dhe në dialogun me të gjithë të tjerët. Personalisht, do të përpiqem me gjithë forcën time të shërbej grigjës që më ka besuar Perëndia, duke patur parasysh gjithmonë fjalët e Zotit, se biri i njeriut nuk erdhi që të shërbehet, po që të shërbej. Shërbesa jonë është për t'ju shërbyer të tjerëve. Do të përpiqem të jemi gatshëm për të dëgjuar e për të këshilluar me klerikët dhe laikët dhe për vizita pastorale në të gjitha dioqezat. Për të mbajtur peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë detyrë të vështirë, po njëkohësisht të shenjtë. Së fundi, do doja të shpreh mirënjohjen time ndaj anëtarëve të Sinodit të Shenjtë, të cilët më besuan e më zgjodhen. Falenderoj të gjithë përfaqësuesit e kishave të tjera ortodokse, autoritetet shtetërore, përfaqësuesit diplomatik, gjithë klerikët dhe besimtarët e kishës sonë, si dhe miqtë e dashamirësit për praninë e tyre, dhe lutem që Perëndia ta mbrojë kishën tonë, ta ndriçojë popullin tonë e ta bekojë vendin tonë. Amin. Joanit Fortëlumurit, kryepiskop dhe fortëhirëshmit, dhe Perëndis zgjedhurit mitropolit të mitropolisë Fortë të Shenjtë, të Tiranës dhe Durrësit, të Lartit dhe Eksarkut të Ilirisë, Detit, Perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe kryebariut tonë, të shumta i qofshin vjetët. Atë ëndrrve tanë të shenjtë, o Zotin Jezu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Me uratat e kryes Zotit ton të shenjtë, o Zot Jesu Krisht, Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona. lutje dhe urimin për shëndetësinë e Kryes Zot, pra pronëzimin e kryebiskopit të ri Kryebariut të Shqipërisë, krishterimi si një ngjarje në çon histori. Ne gjeneza e kombit ton, si thot Shën Pavli, e përhapa krishterimin nga Jeruzalemi deri në rinë në rrethat drejtuar Romakëve, tregon se si Shën Pavli erdhi dhe jo vetëm përhapi krishterimin në Shqipëri, përhapi këtë besim pra, por ai ndërtoi kishën e parë shqiptare me ato një komunitet të vogël të krishterë, ai emëroi dhe Shën Cezarin, emëroi një episkop dhe më vonë Shën Astin si episkop të Durrësit me ato pak familje të krishterë. Çudi historia vazhdon në rrjetin e saj dhe do të shohim që vetë trashëgimia e këtij kombi pra me aq tradita të thella shpirtërore për besimin tek Jezusi ka vazhduar dhe e dim dhe që gjatë kohës komunizmit kryebiskopët tanë të nderuar Giovanni, Kisi, Vodica, Kërneshi vazhduan këtë traditë. Por historia jonë do të mbrunte dhe do të sillte një Mojsi tjetër, do të sillte një Shën Pavull tjetër, siç erdhi kryebiskopi Anastas që e ndërtoi krishterimin ashtu si Shën Pavli përhapi dhe ndërtoi në Ilirinë e atëhershme. Kryebiskopi Anastas e ringriti besimin nga varri, e ringriti, ndërtoi kishën, infrastrukturën, sinodin, por historia jonë bëhet edhe më ngatmimtare për faktin se ky kryebari i madh që la dhe ndërtoi një kishë tashmë që është nga më të si motrat në Europë, më të emancipuara, më të përparuarat me një infrastrukturë teje të bukur dhe të rëndësishme. Tani ne fatmirësisht historia na dhuroi dhe një enë tjetër perëndie, na dhuroi një enë të zgjedhur të saj dhe një bashkë luftëtar ose një bashkë më të afërt si një bari më pranë Grigjës së Zotit dhe kryebiskopin e ri pra Joan. Pra një histori ngatmimtare, një histori shumë advetare, po aq dhe kombëtare, po aq dhe e shehtë, aq dhe mistike dhe hyjnore. Padyshim që kjo ishte një nga ngjarjet më të mëdha që kombi ynë e përjetoi sot me dasmën e krishterë, pra me fronëzimin e kryebiskopit të ri. Siç e pam, hierarkët më të lartë nga gjithë bota, personelit më të lartë, pjesëmarrës më të lartë të shtetit, që nga krerë dhe gjithë ministrat e shtetit, dhe gjithë drejtuesit e komunitetit fetar morën pjesë pra në këtë gëzim të madh në këtë dasëm të krishterë të fronëzimit të kryebiskopit. Por mbretëslënëse ishte disa nga fjalët që përmendën Patriarku Ekumenik i Patriarkancës Ekumenike, apo ja profesor Natani.
Po ishin shumë gjëra të bukura, Në pak minuta që kemi, shkurtimisht të themi 2-3 fjalë nga vetë. So, mendoj që ajo frume e përgjithshme nga gjitha gjërat ishin dy dorë. Kujtimin e vështirësitë të kaluarit, mirënjohja për ringjallje e kishës në drejtimin e kryepiskopit Anastas, edhe tani shpresë për të ardhmen. Edhe ajo krahasimi që metropoliti Nikola ka bërë me Mojsiu, si kryepiskopi Anastas, që ka çliruar popullin edhe ka themeluar, ka ndërtuar tendën e adhurimit, edhe kanë bërë gati për hyrja në tokën e premtuar. E ka krahasuar forlumtëri Joanit me Jezui Navis, që është një figurë shumë e madhe, që nuk njohim aq shumë se Mojsiu, për që ai ishte fakt ai që e soli populli brenda tokës e premtuar. Edhe që kjo është një të ardhmjen shumë e bukur tani, që tani kemi shumë punë para, që gjithë këto gjërat që kanë bërë janë shumë të bukura, për tani është momenti që ne edhe si kish autocefale në Shqipëri duhet të punojmë për që të rrim në këmbë plotësisht edhe të vazhdojmë punën e bukur. So, është një ditë plot gëzim, një ditë që tani e shikojmë edhe të ardhmjen në shpresë, edhe me mundësi me një udhëheqjes shumë i bekuar, shumë i aftë, edhe shumë i përgatitur për udhëtimin që vazhdojmë së bashku. Si që tha dhe ju, ashtu si e patëm fatin në histori, që ne jemi komi që kemi përfaqësuar për qafuar të parë të krishterimin, gjithë kryepiskopët që dhanë, e ndërtuar rrugën e Krishtit në Shqipëri me shumë dignitet, me shumë patos e me kuan në të rrugë, dhe kryepiskopi i ri tashmë, i cili ka një histori të ndryshme të jetës së tij, një histori që siç tham është pagëzuar në fshehësi në vitin 1975, mori pjesë në kryq, mbarti kryqin, ecni në gjithë mundimet e rrugës të ndërtimit të kishës tonë krah për krah, si bashkëpunëtor më i afërt i kryepiskopit Anastas, punojmë dhe u thoqi edhe Griqën, sidomos në Mitropolinë e Korçës me një modesti hynizuese të madhe, tregoi për vlera që ai do t'i posedoj dhe kisha jonë në drejtimin e tij do të eci në atë rrugë të traditës të parëve të gjithë të kryepiskopëve tanë Shqipërisë, të vazhdimësisë të kryepiskopit Anastas dhe të ndriçimit prej tij të kësaj rruge, të kësaj devotshmërie që ai e ka, si thua, në historinë e vetë të jetës së tij si një martir, pothuajse i gjallë, i dëshmie, i një lufte, një dashurie të veçantë për Jezusin. Të nderuar televizionistë, këtu do janë në fund transmetimit tonë nga katedralja e ngjallja e Krishtit këtu në Kryeqytet, ku pra morën pjesë të gjithë në gëzimin në këtë dast të madh të krishterimit shqiptar, të Greqisë Ortodokse, të frymëzimit të kryepiskopit të ri Joanit, dhe unë t'i falenderoj edhe bashkëpunëtorin tim, profesor Nathan Hoben, që përcollëm me devotshmëri këtë ngjarje të madhe që do të ngel një histori, një prelut, një lavdi e rrugës të krishterimit mbar shqiptar. Ju falenderoj.